Këtë sezon veror, 36 qendra shëndetësore janë në gatishmëri të pushuesve vendas dhe të huaj për çdo të papritur dhe emergjencë shëndetësore. 2 javët e para të qershorit janë kryer mbi 2500 vizita ambulatore, 800 ndryrje mikrokirurgjikale, por edhe raste më të rënda të cilat janë referuar drejt spitaleve. Në këtë periudhë të verës, fluksin më të madh të vizitave dhe misioneve jetë shpëtuese e kanë qendrat shëndetësore të Shëngjinit dhe Velipojës. Vërehet që nga java e parë që janë hapur këto qendra deri në javën e dytë kemi një shtim për 20% më shumë se java e parë të pushuesve të cilët kanë marrë shërbime nga këto qendra shëndetësore verore. Ka qenë një gjë shumë e mirë në fakt që kemi këto qendra shëndetësore verore të vendosura në vijën e parë thuajse në Bregdeta edhe në malet tona, duke qenë se sa herë që ka njoftime edhe nëpërmjet numrit 127 nga qendra kombëtare e urgjencës mjekësore, ne jemi aty për të dhënë paraprakisht ndihmën e parë deri në momentin që ambulanca vjen, edhe për të vlerësuar riskun të parët derisa të vendoset nëse këto raste do të referohen apo jo nëpër spitale. Drejtues të operatorit të kujdesit shëndetësor sigurojnë pushuesit se në të gjitha qendrat shëndetësore verore janë shtuar pajisjet mjekësore për raste urgjencash dhe medikamentet e ndryshme. Goditjet nga dielli, hipertensioni, gastroenterite dhe pickimet nga insektet zë numrin më të lartë të vizitave shëndetësore në qendrat verore. Ka një lloj ritmi të gjitha sëmundshmërive që janë duke u ndjekur aty, kështu që janë kryesisht hipertensioni arterial, flasim për gastroenteritet, alergjit, këto janë pickimet, janë kryesoret e diagnozave që janë të vendosura nga mjekët edhe personeli shëndetësor. Përveç defibrilatorëve të cilat janë të pajisura të gjitha qendrat shëndetësore verore, këtë vit i kemi të pajisura të gjitha edhe me pajisje EKG lëvizshme dhe me monitor për të matur aty parametrat e të gjitha atyre pushuesve që nga mjeku që do duhet të orientohen në këtë lloj shërbimi. Për shkak të fluksit të lartë të vizitorëve këtë vit, janë hapur qendra shëndetësore verore dhe pranë kishës së Shënandout në Laç, në Kalan e Beratit dhe në qafën e Pazarit në Gjirokastër.